Dhe nuk më shpëtoi mua. Dhe nuk më shpëtoi mua. E kupton, ky është guxim, dhe vërtet e vlerësoj për këtë gjë. Këtë gjë mund ta bëj edhe ti, Danja. Për mua nuk janë vërteta. Jo, janë të vërteta. Pse që kanë vërteta? Ishte zgënjimi i madh. Po akuzon Aldon tash që ka shpif Aldo. Ishte zgënjimi i madh. Kush ishte zgënjimi? Kush ishte zgënjimi? Aldo si kërkova falje për fjalinë time, ndërsa Aldo më goditi mua 2 herë. Një herë me flirtimin dhe së dyti me përdorimin, që e di shumë mirë që s'e kam përdorur asnjëherë. Kështu që jemi ndryshe bashkë. Jo, nuk është ndryshe. Jemi ndryshe bashkë. Ti mua më zgënjeve. Nuk është ndryshe sepse ti bëre para. Edhe gjithsesi ai mund të fshihesh pas kësaj. Mund të fshihe dhe pas zënkas që kishe ju, mund të fshihe Danja. Dhe mund kishte arsye të mos të shpëtonte. Dhe të shpëtojë ty. Ndërsa ti nuk pati guxim të më shpëtoje mua. Dakor, se e tregove veten direkt, doje që unë të ngelesha në fundit të zgjidhjes. Je gabim, s'ke çatuar se kapa mat. Jo, s'kapa unë ty mat. Ti në momentin e parë që kishe një mundësi, do me thënë ti fërkove duar të ishala Gerta tani, është e fundit e tiki nga shtëpia. Jo, Danja, nuk i hanë njëri këto. Nuk i hanë njëri këto. A di që Viserlo rrite me Laertin, ishte atashuar me Laertin po apo jo? Shiko, nuk e di. Që të kuptojmë qartë. Unë mendova, vetëm kaq. Unë mendova që Viserlo ka që kishte kuptuar. Jo, nuk e devijoj. Pse e devijon përgjigjen? Po ta shpjegoj tani. Ma shpjego. Viserlo ishte një lloj banori këtu që rrinte me të gjithë e para punës dhe zihej me të gjithë. Pra, nëse rrinte me ty, po prap zihej me ty. Nuk është se ishte i atashuar pas. Me mu nuk shpenzonte kohë, mjaftueshëm. Me mu ishte kalimtar. Me mu rrinte nga 5, po jo pra jo. Nuk rrinte me mua Viserlo, nuk rrinte. Është shumë e qartë. Do rrinte Viserlo me mua. Tani, unë mendova që se thot kjo që rrinte me mua. Është e vërtetë as është e vërtetë? Unë mendova që ai djali